Jemi në datën 14 qershor 2026. Massimo, 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 Massimo. Ramanburg Berisham-Burg, Ramanburg Berisham-Burg, Ramanburg Berisham-Burg. Massimo, Massimo. Ju kujtohet filmi Gladiatori. Por të paktën populli atje bërtiste që Massimo të mos dënohej. Tu tani shqiptarët Ramanburg Berisham-Burg, Ramanburg Berisham-Burg. Kërkojnë burgun, kërkojnë që të futen njerëzit në burg. Ka qenë një periudhë e mirë në Shqipëri. Në periudhën e parë e qeverisjes së Sali Berishës. 1992 dhe 1996, 1997. Është normal dhe u shkatërrua ekonomia, domethënë ishte një kapitalizëm liberal i mbështetur te kjo konkurrenca e lirë e shqiptarëve me njëri tjetrin, kush pasuroi, kush ikte, kush largoi. Por në atë vështirësinë e tij, si thua, kishte disa të mira, të cilët ishin. Megjithëse këta flasin për burgun dhe thonë Ramanburg Berisham-Burg, Ramanburg Berisham-Burg, Ramanburg Berisham-Burg. Më kujtohet kur neve bënin protestat tu dhe dëgjoja ca fëmijë, na që merrin pjesë në protestat tona dhe i dëgjoj duke lozur me ca kukulla dhe thoshin nave militare, nave asasina, nave militare, nave asasina. E bënin kalamajn duke lozur. Pra Ramanburg Berisham-Burg, Ramanburg Berisham-Burg. Por në vitin 1992 ka qenë minimumi shqiptarëve, numri minimali shqiptarëve burgosur, më pak se 1000, tek 900 personat. Sot burgjet janë plotë për plot. Më tepër se 6000 kanë në Shqipëri. Plus pastaj njerëz që janë dënuar me precedente penale, është gjysmë e popullsisë. Shqiptarët e burgosur jashtë Shqipërisë, Itali, Greqi, vendet e tjera. Shtoi dhe 2 fish aty. Domethënë vetë rritmi 15000 burgosur, një 15000 burgosur dhe prap ka sungopën dhe duan prap Ramanburg Berisham-Burg. Nuk është parë dhe nuk është dëgjuar në vërtet. Në asnjë unë nuk besoj në këto proteste, sepse këto tani po kuptohet që janë revolucione të ngjyrosura. Nuk kuptohet ta njerëz, unë kam vështirësi ta studioj se janë të njëjtit grupe që vinë dhe nuk kuptohet cilët janë, si janë destruar, si janë stërvitur, sepse janë njerëz të stërvitur. Pra jetojmë një periudhë kur protestat bëhen me njerëz jo amator, siç ishte në 1990 apo më mbrapa, po me njerëz profesionistë. Domethënë dhe pjaca dhe sheshi është bërë me profesionistë tani. Ke aty 5000 veta që kanë profesion, se si do bërtasin, si do ulërin, ku do tërheqin, ku do shtyjnë. Pastaj natyrisht vjen kjo pjesa më shumë e pasur e shqiptarëve, e cila lufton del aty sepse kërkon të ruajë atë pozicionin e saj hierarkik social. Pra kjo Ramanburg Berisham-Burg nuk ekziston jo vetëm që për shembull një lider, po themi si Berisha, që s'është në qeveri. Ka 13 vjet që nuk është në qeveri, kështu që ti kërkon, thua, e bën sikur ai vazhdon të jetë në qeveri. Ramanburg Berisham-Burg, nuk diskutohet. Berisha ka influencë, pa diskutim, po nuk e ka i qeverin, nuk i ka i ministrat. Zakonisht sulmohet qeveria, po qeveria nuk sulmohet për burgun, i kërkohet dorëheqje, kërkojnë ndryshime, kanë ndeshje. Këtu për shembull Ramanburg Berisham-Burg, po polici ka shumë pak. Tregon që policia nuk i ka frikë për protesta.
Policia nuk I ka frikë të protesta, s'ka njerëz fare. Sepse tregon që ky shteti paralel, pra shoqatat, janë më të fortë se sa shteti